jemi. Ne jemi budallej që do vazhdojmë të shikojmë se si të tjerët i marrin mundësitë që ne i lejojmë të na rrëshqasin. Në ndërkohë që fal gjithë transformime që kemi bërë, fal fakti që Shqipëria sot nuk është më vendi që përmendej vetëm për kriminela, vetëm për trafiqe, edhe vetëm për keq, por është një vend që përmendet nga të gjithë, në gjithë botën, si një vend turistik. Fakti që sot Shqipëria është një vend ku vitin e shkuar erdhën 12 milion turistë, fakti që Shqipëria është në një pozicion gjeografik kaq strategjik në mes të Europës, me distanca nga vendet e tjera rreth rrotullit pothuajse të barabarta. Fakti që Shqipëria është një vend tolerant, është një vend ku ka vend për të gjitha fetë, është një vend ku askujt nuk i thuhet plaç. Këto janë gjëra që i kanë mësuar tani më të huajt. Dhe prandaj dhe investitorët, prandaj dhe të gjithë bota janë të interesuar të shohin a mund të bëjnë në Shqipëri një biznes me ambicie shumë më të madhe. Dhe projekti të cilit po i bëhet rezistencë në mënyrën më absurde, është një investim prej 4 miliard eurosh dhe është investimi më i madh në Europë për turizmin që prej shumë e shumë vitesh. Dhe ne ta bëjmë si lopa, kur thot populli që e mbush kupën dhe pastaj i bie me shqen në fund, duke i treguar botës një pamje krejt të ndryshme nga ajo që ne jemi. Ta bëjmë si lopa, duke shpërndar për gjithë ato lumenjt e kanalet e llumit të rrjeteve sociale, lloj mesazhesh krejt gabuara, ku shqiptarët thonë ato që se kanë thënë kurrë dhe që s'mund ta thonë kurrë. Shqipëria është e shqiptarëve. Shqipëria nuk është e shqiptarëve, sepse shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut, dhe këtë e thot kanuni. Shqiptarët janë të Zotit e shtëpisë këtu, po shtëpia është e hapur për gjithë. Shqipëria është e shqiptarëve, të kujton atë sloganin e tmerrshëm të Gjermanisë naziste. Gjermania është e gjermanëve. Me Gjermaninë e gjermanëve, ata që e udhëhoqën atë popull shumë të madh, atë kom shumë të madh, atë vend shumë të madh, me atë slogan e katandisën në një zhele, e bën delen e zezë të botës, e bën një vend që sot e gjithë ditën ka alarmin për të qëndruar të shkuarës në mënyrë të palëkundur, duke refuzuar atë teori. Ajo është racizëm, ajo është verbri, ajo është thik mbas shpine, për të gjithë ata që në fakt Shqipërisë i kanë dhënë medaljen e artë në luftën e dytë botërore. Në radh parë muslimanët, pastaj edhe të krishterët, që u bën shpëtimtarët e hebrejve dhe e bën Shqipërinë të vetmin vend ku nuk u dorëzua një hebrej gjatë luftës. Kush flet sot për këtë pështyn mbi varrin e tyre, pështyn në fytyrën e asaj Shqipërie që sot e admirojnë të gjithë na shikojnë me çudi, edhe na shikojnë me respekt, kur dëgjojnë që ky vend i vogël ishte një vend ku kishte dritë, ndërkohë që në gjithë Europën kishte errësirë. Ndërkohë që në gjithë Europën i merrnin hebrejt dhe i shisnin te gjermanët nga Afrika, shqiptarët i morën dhe nuk patën frikë që të vënë veten e tyre në rrezik. Si mundet ne të katandisemi dhe të bëhemi pre e ca ignorantëve, e ca delirantëve, e ca sharlatanëve që shkojnë me demek për të mbrojtur mjedisin,
edhe flasin për Shqipërinë e shqiptarëve, e flasin për të huajt që duhet i përzëm nga Shqipëria, e flasin për pronat e pronarve që duhen konfiskuar, e flasin për pronat e shtetit që nuk e diun se çfarë duhet bërë. Çfarë është kjo? Kjo është një budallëk i madh. Dhe në këto momente, pikërisht në këto momente, kur Shqipëria është duke u përballur me sfidën e vetë më të madhe historike dhe kur kombi shqiptar është përballë realizimit të një momenti po aq historik sa lidhja e Prizrenit, siç është futja në Bashkimin Evropian, këto janë agenda dhe këto janë lëvizje dhe këto janë marrëzira që shkojnë në drejtim të gabuar me sensin e historisë. Unë nuk diskutoj këtu kanë të drejtë, s'kanë të drejtë ata që janë shqetësuar, a kanë të drejtë, s'kanë të drejtë ata që duan që mos ndërtohet, a kanë drejtë, s'kanë drejtë. Nuk është ky thelbi i çështjes. Gjithsekush ka drejtë këtë opinionin e vet. Por nëse ti je i shqetësuar për flamingot, nëse ti je i shqetësuar për natyrën, nëse ti je i shqetësuar për se si një zhvillim të mos e dëmtoj natyrën, po t'i ndihmoj Shqipërisë, ti je i pari që je interesuar për faktet, jo për gënjeshtrat. Ti je i pari që duhet i bësh jehon të vërtetave, jo manipulimeve. Ti je i pari që duhet kërkosh të dëgjosh si është e vërteta, të verifikosh të vërtetën mbi bazën e fakteve, edhe jo të bësh tangërlikun që ne s'duam dëgjojmë, ne s'bëjmë negociata, ne duam dorëheqjen. Dorëheqjen? Cilën dorëheqje? Dorëheqjen nga çfarë? Dorëheqjen nga misioni i Partisë Socialiste për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kush do shkoj ta përfaqësojë Shqipërinë atje? Kush do ulet atje për të negociuar me Bashkimin Evropian? Kush do t'i dali për zot Shqipërisë? Ata që kujtojnë se mjafton të vishesh si flamengo edhe je seksi edhe do të vinë tjerët nga mbrapa. Në ndërkohë që ka dalë edhe teoria e tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve, pushteti i tradhtarëve, këto të gjitha janë marrëzira të cilat vendet i kanë paguar shumë shtrenjtë. Po nuk po shkoj deri ke Gjermania se do më thonë pastaj që pse i ngatron këta, se këta janë çuna të bukur me nazistët. Nuk i gatroj me nazistët. Nazizmi triumfoi jo sepse ishin disa njerëz të këqinj që morën përsipër ta çojnë Gjermaninë në atë rrugë, po se shumë njerëz të mirë shkuan mbas këqive. Triumfoi jo se ata të këqit ishin djalli vetë dhe gjithë populli ishte një popull djajsh, po pikërisht sepse ata të mirët që janë gjithmonë shumica vajtën pas Berihajt. Dhe prandaj unë nuk e kuptoj dot si mund të jesh ambientalist edhe të rrish në një shesh bashkë me lloj-lloj njerëzish që kanë në fjalorin e tyre 40 fjalë, nga cilat 20 i kanë një rrokshe. Ik, të q, qr, rd, dd, çfarë ambientalizmi është ky? Çfarë ambientalizmi është ky? Kjo është ndotja më e madhe akustike që mund t'i bëhet një shoqërie. Dhe nga ana tjetër, ajo që është më e rëndësishmja dhe që janë faktet. Nëse unë dhe ju do ishim tradhtarët, atëre
nuk do kishin pritur dot njerëzit 35 vjetë që ta merrnin vesh. Nëse unë dhe ju do ishim tradhtarët, atëhere nuk do kishin ardhur për të votuar për Partinë Socialiste 800 e kusur mijë njerëz, shqiptar nga Shqipëria dhe shqiptar nga diaspora. Nëse unë dhe ju do ishim tradhtarët, atëhere të jeni të sigurt që nuk ka patronazhist, nuk ka organizat, nuk ka struktur që mund ta përmbaj një popull që të shkoj në votim edhe t'i rrëzoj tradhtarët. Po ne nuk jemi tradhtarët, ne jemi shpëtimtarët. Ne jemi shpëtimtarët e një vendi që kur ne morëm detyrën, ishte i zhytur në lum. Ne jemi shpëtimtarët e një vendi ku vriteshin me çifte flamengot për qef, e ku vriteshin zogjt, e vriteshin kafshët e pyllit sin harados kur i thon fjalës. Ne jemi shpëtimtarët e faunës Shqipërisë, sepse vum 10 vjet me moratorium, 10 vjet moratorium kundër gjuetisë. Dhe faktet, jo fjalët, regjistrat ku janë të regjistruar ajo që quhet popullsia e shpendëve dhe e kafshëve të Shqipërisë tregojnë se si janë rritur, dhe si janë shtuar gjatë qeverisjes sonë. Flamingot nuk vinin fare, nuk vinin, sepse ata janë zoj shtektar. Ata shkojnë nga një vend i qetë në një vend qetë, sepse i priste çiftja, i priste pushka, i pristin horrat, të cilët kishin liri që të bënin masakër në çdo vend ku kishte shpend e në çdo vend ku kishte kafsh. Horrat që e kishin mbushur detin, e kishin mbushur liqenet me tela korrenti, që i vrisnin peshqit me tela korrenti. Prandaj, nëse flamingot do kishin gojë të flisnin, nuk diskutohet që edhe ngjyrën nuk e kanë rastisht ngjyrën e Partisë Socialiste. Ne nuk jemi tradhtarët. Na tregojnë këta korrupsionin. Na tregojnë korrupsionin blogerat që nuk lën para pa mbledhur, duke treguar të gjitha anët e trupit që unë i kam tregu pa lek kur isha i ri. Po, edhe që nuk i japin 1 euro taks shtetit dhe popullit shqiptar. 1 euro taks nuk paguajnë ata. Blogera, influencera. Na tregojnë ne tradhtarët, disa analistë gazetarë që paguen me lek në dorë, nuk deklarojnë pagat e tyre. Shkojnë atje ke Green Costi, bëjnë pushime në mes betonit, edhe vinë këtej, edhe u shajnë hallin flamengove. Se shkojnë atje? Ne nuk kemi asnjë problem. Shkojnë ku duan, po moral mua dhe Partia Socialiste të matet mirë çdo kush që i bën, sepse ne nuk jemi të përsosur. Ne nuk jemi pa gabime, po moral nga Mustafa Nano, i cili erdhi në zyrën time, ushtria atje në Kulltuk, e më tha, nuk kam më fuqit me këtë vend, ta duhet shkoj ambasador. Po mirë, i thash, të shohim si mund të bëjmë për këtë, se elbete, hajde, kemi pasur shkrimtare, poet, ambasador, mu që i shkret nuk është Faik Konica, po thash, mu që i shkoj ambasador në Zvicër, nuk mbajti do të një zyrë ku ishte vetëm me vetën e vetëm i sekretare, nuk bëri do të një punë për vendin,
e la në mes